United Festival LB, festivali që bashkon diasporën shqiptare në Amerikë, në zemër të New Yorkut më 16 dhe 17 maj do zhvillohet një nga ngjarjet më të mëdha për që ka bashkuar ndonjëherë diasporën shqiptare në Amerikën e Veriut, United Festival, një festival që shkon përtej muzikës dhe synimit për të kthyer në simbol të unitetit kombëtar. Ky festival 2 ditor me pjesëmarrjen e 23 artistëve shqiptar në prezantimin e Alketa Vesiut nuk është vetëm një festë, është një deklaratë e fuqishme për praninë suksesin e diasporës shqiptare. Belisa Vneshta, drejtuese e BV Consulting, një organizatore kryesore drejtore e festivalit, zbulon se visioni i këtij projekti janë sfidat e realizimit dhe arsyen pse United Festival po konsiderohet një moment historik për diasporën shqiptare. Vizitorët mund të presin shumë më tepër në një festival muzikor, është një bashkim i diasporës shqiptare nga gjithë Amerika. Nuk është vetëm New Yorku, por vi nga Texas, Michigan, Ohio, Boston, Chicago, madje edhe Kanadaja dhe shumë shtete të tjera, mbi 20 artistë, një atmosferë stadiumi, një program që përfshin muzikë, kulturë dhe elemente tradicional. Kjo është një eksperiencë që nuk ka ekzistuar më parë në këtë nivel. Emri United është thelbi i projektit, nuk ka qenë lehtë të bashkosh artistë, biznes dhe komunitete të ndryshme, por ishte e nevojshme, thot organizatorja.